formimit të qeverisë dhe dje ishte një lloj vullneti politik pozit-opozit për të quar përpara proceset tashmë të mbetura në gjysmë? Në realitet u duk ashtu. Po krejtësisht është në varë dhe varet, edhe ta shëtutje për një njeriu. Kjo është Albin Kurti, do thot, fitus absolut i zgjedhjeve, dhe gjithçka ka në dorën e tij. Prandaj, me funksionimin, hajde po e përdorim fjalën e madhe perfekt djetë e procedurave dhe tejkalimin e domon pa asnjë vështirësi procedimin e gjitha pikave të ditës dhe konstituimin e kuvendit si dhe zgjedhjen e qeverisë me brenda 24 orëve do të bën janë një ditë, dëshmon që i vetmi fajtor për humbjen e një viti është vetëm Albin Kurti dhe vetvendosja dhe askush tjetër. Por, mos harrojmë me theksu se gabime në vlerësim të situatës politike dhe të procedura, si dhe kushtetutshmërisë kanë pas edhe partitë opozitare, duhet thonë se është shkel kushtetuta edhe nga ta, gabimi fillestar i opozitës së sotshme edhe të atëhershme natyrisht ka qenë mos votimi i propozimit të lëvizjes vetvendosje me të parën që ka qenë zonja Albulena Haxhiu, sepse me kushtetut dhe me praktikat e mira që janë përfil vazhdimisht prej pavarësisë së Kosovës së tutje, propozimi për kryetar të kuvendit i përket gjithmonë partisë fituese zgjedhje ose grupit më të madh parlamentar dhe këtu nuk është dashur me pas asnjë dyshim. Dhe e dyta, prej 15 prillit të vitit e kaluar, domethënë 25, Kosova fatkeqësisht ka qenë është fut në një gjendje permanente jo kushtetuese, jo legale, jo ligjore dhe më në fund me vullnetin e Albin Kurti